Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ju sjell mënyrën se si e përgatis unë pilafin. Për të përgatitur pilaf nuk është se do ndonjë shkencë shumë të madhe, por ka edhe ai ato sekretet e vogla për të dalë i mirë, i shkrifët dhe të mos ngjis kokra me njëra tjetrën. Atëherë në një tenxhere kam shtuar 2 lugë gjalp dhe 3 lugë vaj ulliri. Pasi i shtretur kam shtuar 2 gota me orizë të cilën e lajm para. Kjo është shumë e rëndësishme dhe është rregulli numër 1 që orizi duhet larë më përpara dhe më pas do ta skuqim. Kur skuqet merr shije më të mirë dhe kokra ndahet më mirë nga njëra tjetra. Pasi ka marrë ngjyrë të artë, do të shtojmë ujin. Unë kam shtuar 4 gota ujë gjithmonë në bazë të llojit të orizit dhe në bazë të masës së orizit. Kam shtuar një lugë me veget ose me krip sipas dëshirës dhe do ta zjejmë në zjarr të ngadalt. Pas zjerjes do ta mbuloj me një pecetë të pambukt për rreth 5 minuta duke i vendosur kapakun lart. Kjo do bëjnë të mundur që të përthith avullin dhe pilafi do të jetë shumë i shkrifët. Nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Shikoni pak si i ka krijuar këto shenjat. Kjo është shenja e parë dhe e sigurt që pilafi është bërë shumë i mirë. Unë do doja shumë që të mësoja mënyrën se si e përgatisni ju në shtëpinë tuaj. Gjithashtu nëse keni dëshirë të më shkruani se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Ne shoqëruam me mish pule dhe mund ta shoqëroni me çfarë të keni dëshirë. Faleminderit që më ndiqni.